Edhe mënyra që e kanë spjegu, më ka do ke Maria Montessori për shkak që ajo realisht, tash me kështu që ka bën, ajo veç e ka ndjek natyrshmërinë e fëmijës, e ka pa që fëmijët në një ambient, kur ti i lën me eksploru në disa materiale, ata lulëzojnë që aty, ata i përmbush fokusi, se nëse një fëmijë e lën edhe e shet, nëse një fëmijë ka interes me kerre, edhe e lën që atë fëmijë që aty, ja bën një aktivitet me gjuhën i kerr, te e lën, ka fëmijë që 10 minuta e gjuhën, ti veç e këshyr, edhe se ndërprejnë që ajo ka me përmbush atë fëmijë, qysh na përmbush neve një punë, nëse shkojna në punë e kryna që atë punë, jena ma të lumtur, na ka thonë shefi një fjalë të mirë, jena shumë ma të lumtur, ma të përmbushën, e njëjta është për fëmijën. Ai ka me konë disponim ma të mirë, ka me shku dita mirë, se e ka përmbush që ato që ai ka pas nevojë. Dhe më thonë, qatë fokusin e ti edhe qatë mësimin, sa është mësim për to. Shkencë. Po, shkencë për to, shkencëtar të vogël.